Ushqimet që zgjasin jetën dhe ato që shkurtojnë, studimi në 1 milion njerëz. Arrat dhe drithrat zgjasin jetën tuaj, ndërsa mishi kuq apo i përpunuar dhe pijet me sheqer e shkurtojnë atë. Ka qenë ky rezultati një studimi të bazuar në 41 analiza sistematike që përfshin mbi 1 milion njerëz. Në studim morën pjesë edhe studiues nga Universiteti Bolonjës. Studimi është botuar së fundmi, nga i cili ekzaminoi ndikimin e 14 grupeve ushqimore në rrezikun e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet. Në analizë morën drithrat natyrale dhe të rafinuara, frutat, perimet, arrat, bishtajore, peshku dhe produktet e tij, vezët, qumështi dhe produktet e tij, nën mish. Mishi dhe produktet e tij përfshirë mishin e përpunuar dhe të papërpunuar si dhe sheqerin. Mirë dhe keq, rezultatet janë të qarta dhe në një farë mënyre mund të themi edhe interesante. Një dietë shumë e pasur me arra, drithra, fruta, perime dhe peshk është e lidhur fort me një reduktim të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet. Këto grupe ushqimore, veçanërisht arrat dhe drithrat, luajnë një rol mbrojtës në shëndetin e përgjithshëm dhe jetëgjatësinë, edhe pse në një masë më të vogël ekziston gjithashtu një lidhje midis konsumit të lartë të bishtajoreve dhe mishit të bardhë dhe një rreziku më të ulët të vdekjes. Përkundrazi, konsumimi i shpejtë i mishit të kuq dhe të përpunuar dhe pijeve me sheqer lidhet me një rritje të vdekshmërisë. Prandaj këto ushqime duhet kufizohen sa më shumë të jetë e mundur nëse dëshironi të jetoni një kohë të gjatë. Konsumimi i lartë i sheqernave të shtuara, drithrat të rafinuara dhe vezët u zbulua të jetë i lidhur ndjeshëm me një rritje të vdekshmërisë. Së fundmi, sa u përket produkteve të qumshtit, nuk u gjet asnjë lidhje me jetëgjatësinë, as pozitive dhe as negative. Ushqime esenciale. Gjetjet tona konfirmojnë se jetëgjatësia lidhet me rritjen e konsumit të arrave, drithrave, frutrave, perimeve dhe peshku, të cilat të gjitha lidhen qartë me një shkallë më të ulët të vdekshmërisë, shpjegojnë studimet. Këto ushqime janë përgjithsisht të pasura me lëndë ushqyese thelbësore, duke përfshirë vitamina, minerale, fibra dietike dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat janë thelbësore për minimizimin e inflacionit, përmirësimin e shëndetit metabolik dhe parandalimin e sëmundjeve jo të transmetueshme si sëmundjet kardiovaskulare, diabeti tipi 2 dhe kancerit. Ushqimet të tilla përmbajnë antioksidant dhe substanca bioaktive që ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ, duke ndihmuar në përmirësimin e funksionit imunitar dhe funksionin endotelial. Endoteli është indi që rreshton pjesët e brendshme të mureve të zemrës, enëve të gjakut dhe enëve limfatike, duke formuar një pengesë nga jashtë. Yndyrna dhe sheqerna të ngopura. Në të kundërt, konsumi i lartë i mishit përpunuar, mishit të kuq, të papërpunuar dhe pijeve të ëmbla me sheqer shoqërohet me një rrezik në rritje të vdekshmërisë. Nivelet e larta të yndyrnave të ngopura që gjenden tek mishi i kuq dhe tek ai përpunuar, ashtu edhe në nivelet e larta të sheqernave të lira shoqërohen me inflamacion, rezistencë insulinës dhe stres oksidativ. Inflamacioni kronik dhe stresi oksidativ janë procese të njohura që nxisin shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit dhe patologjive të tjera. Studimi i ri konfirmon se dieta luan një rol thelbësor në zhvillimin e shumë sëmundjeve jo të transmetueshme, të cilat janë përgjegjëse për afërsisht 2/3 e gjitha vdekjeve në nivel global. Mbi 66% me sëmundjet ishemike të zemrës, furnizimi i pamjaftueshëm me gjak dhe oksigjen në muskulin e zemrës, në krye të listës si shkaku kryesor i vdekjeve, parandalimi i sëmundjeve. Marrëdhënia midis dietës dhe jetëgjatësisë ndërmjetësohet nga faktorë të ndryshëm metabolik dhe kardiovaskular që duhet të merren parasysh, duke përfshirë hipertensionin, glicemin, hiperglicemin, një profil jo normal të lipideve dhe një indeks të lartë të masës trupore. Ky studim nxjerr në pas se si dieta juaj luan një rol themelor në parandalimin e sëmundjeve të tilla si hipertensioni, diabeti dhe problemet kardiovaskulare. Rezultatet ofrojnë njohuri të rëndësishme për hartimin e udhëzimeve dhe masave të shëndetit publik, thanë studiuesit, shkruan Corriere della Sera.